Mirëmëngjes e javë të mbarë. Sot dua të përfitoj nga rasti që t'ju uroj shumë suksese të gjithë të rinjve që ulen për herë të parë në bankat e universiteteve dhe të gjithë atyre që e vijojnë aty ku e lanë vjet. Me krah lehta, nuk është një rrugë e lehtë as për ju as për familjet tuaja. Por sot është një ditë për të kujtuar se në cilën situatë ndodhet Universiteti Shqiptar dhe vështirësitë që është duke kaluar. Në një dekadë rreth 30% më pak të diplomuar kanë dalë nga Universiteti Shqiptare dhe rreth 40% më pak të regjistruar po nga universitetet shqiptare. Sa herë që shkojnë shkollat mesme, sa herë që bisedoj me të rinj, rreth 70% e tyre konsiderojnë mundësinë për të larguar, jo të gjithë e kanë këtë mundësi, por 70% e tyre duan që të largohen. Kjo sigurisht ka shumë arsye. Së pari ekonomike, së dyti sistemi i ngritur me mungesën e meritokracisë, që të rinjt besojnë që këtu nuk ja dalin dot. Së treti, reforma në arsim, e cila qartësisht mbas 10 vitesh ka dështuar dhe ka treguar se nuk e ka ndihmuar universitetin që të jetë as më konkurrues dhe as të jetë zgjedhje për të rinjt shqiptar. Këtë sistem duhet të ndryshojmë. Sistemin ku të rinjt e talentuar fatkeqësisht nuk ja dalin dot me punë. Këtë sistem ku familjet shqiptare nuk jetojnë dot, janë në kushtet e mbijetesës. Këtë sistem ku shtresa e mesme po largohet. Kjo është detyrë primare, kjo është objektiv primar për secilin prej nesh, është objektiv primar për familjet shqiptare, është objektiv primar për Shqipërinë e për ekonominë shqiptare. Këtë sistem duhet të ndryshojmë që ta bëjmë Shqipërinë vendin ku të rinjt ëndërrojnë shqip, jo anglisht, gjermanisht dhe italisht.